kushtuar. Mos harrojmë edhe një fakt, më falni që ju ndërpreva, që me gjas në janar apo në fillim vitit 2026 do përballemi nëse kjo krizë vijon edhe me përfundimin e mandatit të një apo dy anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Atje ku janë dorëzuar të gjithë që i drejtohen asaj gjykate për çdo ngërç politik. Dhe që është e pakontestueshme në vendimet e përcjella. Edhe për pak minuta që na kanë mbetur të ezaurojmë disa pyetje të shpejta. Beson pra edhe herë që Konjufca i bën 61 votat minimale, sepse skenaret nuk janë për të bërë marrëveshje vetëvendosja me PDK-n, LDK-n, AAK-n apo nuk e di se çfarë, por që individ nga partitë e opozitës ta votojnë Konjufcën si kryeministër. Mbetet për të parë dinamika, jam skeptik për sa i takon marrëveshjes politike. Nëse pastaj do të jenë kalime të disa numrave të vegjël, të disa deputetëve individual, mund të ishte një tejkalim i momentit, por absolutisht do të ishte një shenjë keqe e keqpërdorimit të vullnetit në raport me atë që i është kërkuar për sa i takon zgjedhësve. Kosova ka një element pozitiv që deputetët në fund ditës përgjigjen nominalisht përpara elektoratit të tyre si rezultati i mekanizmit të lisave të hapura, dhe patjetër që secili prej deputetëve do të rrit besohej në procesin pasardhës kur do të ishte dhjetor, prill apo në një periudhë tjetër kohore, dhe patjetër që secili prej tyre do të mbarte mbi vete avantazhet apo kostot e atij vendimi. Patjetër që mbetet për të thënë fakti që në të mirën, për të mos qenë përsëritës, por ndonjëherë përsëritja nuk është as pak e mërzitshme, që e mira e demokracisë kosovare do të drejtonte drejt arritjes së një konsensusi mes dy palëve politike, qoftë një konsensus i kalimtar, për te fakti që tashmë është një argument i ezauruar propozimi i lidhjes demokratike në qershor, që sërish u hodh poshtë lidhje me qeverinë e unitetit, do të kishte qenë zgjidhje absolutisht më e mirë për Kosovën. Edhe për rrethana të brendshme, por edhe të jashtme. Absolutisht po, që janë edhe më të rëndësishmet në raport me, por në radhë parë, në qoftë se shteti Kosovës, klasa politike e Kosovës nuk garanton disa element bazik të funksionimit normal të një shoqërie demokratike, patjetër që cila do të jetë më pas, cili do të jetë mesazhi që në vetvete Republika e Kosovës do të përcjell përballë partnerëve, e vërtet, apo dhe përballë pjesës së Beogradit, si në dialogun, i cili tashmë ka mbetur në vend numëral dhe vetëm është kryer në një proces mekanik, takimesh të cilat thojse janë kthyer protokollare, dhe në procese të tjera pa diskutim të rëndësishme dhe në funksion të integrimit të vendit. Beson që të gjithë personazhet përjashtuar Albin Kurti, që ka dalë partia e parë, por nuk e bën dot qeverinë vetë, edhe dy liderët e tjerë të opozitës, LDK-s dhe PDK-s, Abdi Xhiku dhe Krasniqi, duan të bëhen se s'bën kryeministra, prandaj nuk bëjnë marrëveshje për të zgjidhur krizën e qeverisë? Ka një problem në tërësinë e vet në Kosovë, për sa i takon marrëveshje politike. Si rezultati i eksperiencave negative të shkuarës afërt apo pak më të largët politike, palët kanë qenë në bashkëpunime segmentare me njëra tjetrën. Por eksperienca negative e bashkëpunimeve si LDK-PDK në të shkuarën, LDK Lëvizja Vetëvendosje, apo Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Armërinë e Kosovës, apo nisma me koalicionin e famshëm PAN. Secila prej këtyre partive, për te fakti që kanë bashkëpunuar në periudha, apo dhe koalicioni opozitar që vëlan që ka pasjen në vitin 2016 ose 2015, pra të gjitha partit kanë provuar mundësira bashkëpunimi me njëra tjetër në periudhat ndryshme kohore. Këto segmente, absolutisht që në fund të ditës, kanë rezultuar, nëse mund të themi, këto segmente kohore në cilat janë zhvilluar këto aleanca kanë qenë jo efektive. Në momentet të caktuar, njëra parti ka qenë më e cënuar si rezultati i veprimit të partisë tjetër. E vërtet. Kjo kohë ka sjellë që sot të gjendemi dhe përpara kësaj situate mosbesimi. Ndoshta në një proces të ardhshëm zgjedhor, përfundimi dhe rezultatet e procesit të ardhshëm zgjedhor duhet të drejtojnë forcat politike drejt një ere të re të bashkëpunimit mes tyre. Ajo që ka ndodhur në të shkuarën ka ndodhur, por në fund të ditës verdikti i elektoratit kosovar është ky. Katër partitë më të mëdha, partitë më të mëdha politike në Kosovë me gjas do të jenë të njëjtat. Mbetet për të parë renditja, por të njëjtat do të jenë. Si rezultati i kësaj nuk mundet dot që të mbetemi peng
i disa momenteve të cilat kanë qenë të rëndësishme, kanë qenë cënuese në shumë raste, për sa i takon partive politike dhe raporteve, por jeta politike duhet vijoj, shteti i Kosovës duhet funksionojë. Si mund të funksionojë vetëm me konsensus dhe me tejkalimin e diferencave të shkuarës. E vërtet, pyetja e fundit, beson që do të kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare në dhjetor, apo fiton varianti Kurti që Konjufca bëhet kryeministri i qeverive të përkohshme deri në prill, kur ta themi për teleshikuesit i mbaron mandati edhe presidentes Osmani dhe atëherë bëhet një zgjidhje edhe në paketë më të madhe se kush do e bëj qeverinë dhe kush do ndaj tortën e presidencës, le të themi. Në një version romantik ende do të besoja që mund të kishte në një formulë magjike, nëse mund të përdornim thonjzat, që të inkurajojë sërish mundësia e një qeverie të mundshme uniteti. Në kushtet kur kjo është thuajse e pamundur. Është thuajse e pamundur. Patjetër që unë nuk mund ta parashikoj dot tani, dhe është e pamundur që të bëjmë parashikimin. Mund të themi cili variant anon më shumë atëherë, ta bëj pyetjen më ndryshe. Varianti më i mirë për Kosovën, në secilin nga do të ishin jo zgjedhjet e shpejta. Pra jo ato të dhjetorit. Jo ato të dhjetorit. Varianti më i mirë për Kosovën. Patjetër që për partitë të caktuara politike dhe në opozitë, mendoj që varianti mund të ishte edhe i mirë edhe për në një parti opozitare, patjetër që ky variant mund të shërbente. Sepse një parti opozitare logjikisht kërkon zgjedhje të mbarë. Absolutisht po. Në tërësi për mjedisin politik Kosovës, patjetër që ky moment do të ishte një moment ndoshta i panevojshëm, i tepërt në kohën në cilën me gjas nuk do zgjidhej dhe kriza e vitit të ardhshëm. Unë ende shpresoj në një ndërmjetësim ndërkombëtar. Pse ka gjasa që të ndërhyjnë ndërkombëtarët, sepse ata nuk kanë ndërhyrë nga shkurti. Nuk kanë ndërhyrë, është e vërtetë që nuk kanë ndërhyrë. Në rastet e rralla ka pasur disa takime segmentare. Kujtojmë se që liderët e opozitës, pas pezullimit të dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të 3 liderët e partive opozitare, përkatësisht zoti Krasniqi, zoti Abdiqi, zoti Haradinaj, ishin në ambasadën amerikane në Prishtinë. Unë besoj që 9 ditët e mbetura, apo 8 ditët e mbetura, do të jenë ditë në të cilat ne do të shohim direkt ose indirekt një ndërhyrje pozitive të faktorit ndërkombëtar për të garantuar qoftë një zgjidhje për momentin afatshkurtër deri në krimin e institucioneve kryesore. Paktën e institucioneve kryesore. Dhe që parlamenti të bëhet dhe parlamenti funksional. Urojmë që kjo të ndodhë për të mirën e Kosovës, patjetër, dhe në tërësi për të mirën e Republikës dhe shtetësisë dhe funksionimit efektiv të shtetësisë Kosovës. Ardit Gjinali, faleminderit që ishe me mua për këtë analizë sot. Kënaqësi, do kemi mundësi se zhvillimet në Kosovë dhe në rajon janë të vrullshme, nuk na mungojnë, kështu që do jemi sërish së bashku. Faleminderit. Një hapësirë e shkurtër publicitare, do të kthehemi për pjesën tjetër të ditarit të pasdites për sot.